duhem sot të trajtojmë disa problematika të kultivimit të lagrës kineze. Kjo është një kulturë perimore që futet te gjithë grupi i lagrave të tjera, i familjes pra të lagrave. Unë mendoj që është një kulturë që realisht ka nevojë tregu dhe ka kërkesa gjithmonë më shumë në rritje për ta mbjellë dhe për ta. Pse? Sepse natyrisht gjithë lagrët e tjera, duke përfshirë dhe lagrën kokë të zakonshme që ne kemi, lagrën e kuqe, që ka edhe ajo ka të sa veti ndryshe nga lagrët e tjera, por lagrët në përgjithësi janë me një përdorim, dhe sidomos sot për lagrën kineze që po flasim, ka një përdorim pothuajse gjithëvjetor. Krijon mundësinë e mbjelljes 3 sezone minimalisht. Mbjellësh herët në pranverë dhe merr prodhimin në fund të pranverës dhe fillimi i verës, mbjell në qershor korrik dhe merr prodhimin në vjeshtën e hershme. Ti ma rekondo? Patjetër. Po do të them disa gjëra pikante. Dhe mbjellet edhe në vjeshtë në mënyrë që ti të kesh prodhim të dimër. Shteta bash, në mënyrë që të kesh një farë konvejeri të themin e agronomët, ose shtrirje të disponimit të prodhimit në sa më shumë kohë dhe muajt vit. Kjo kishte një veçori të do sipas Norvegjës. Pra në ndryshim nga lagrat e tjera të zakonshme, kjo është më tolerante ndaj temperaturave edhe punon. Më duket se nuk themi dot që e duron pafundësisht në kohë gjatë. Por për kohë të shkurtër është më e rezistueshme, është më rezistente pranë ndaj pritave të lehta, se sa lagrët. Kjo e bën më të veçantë. Çfarë tjetër ka në përbërjen e saj në aspektin ushqimor, përveç që ka një përdorim të gjithëkaqshëm në kuzhinë, që përdoret edhe për tjetër të ndryshme, por në sallaturinë edhe konservuar. Ka një përdorim të jashtëzakonshëm. Veçoria e kësaj është se koka që kemi këtu. Jemi pikërisht në përfundim të sezonit të vjeljes. Kjo kokë e bën të veçantë nga lagrat tjetër sepse është më kompakte, është më e tretshme. Ka përbërje shumë të larta të antioksidantëve, kjo e cila e bën shumë të rëndësishme për rrëfimin e qelizave kanceroze. Ose nuk kanë lagrat e tjera, kjo i ka i qik më shumë. Kjo disponon vitaminën E, vitaminën K, përgjegjëse, sidomos vitamina K përgjegjëse për rikuperimin e shpejt të dëmtimeve. Koagulimin i bën direkt për koagulimin e gjatë. Ka veti shumë të mira për drejtim të zemrës. Jep efekte shumë pozitive. Domethënë, është, siç thash, është pak më e butë në përdorim, në ushqyer nga lagrat e tjera dhe përvetësohet shumë më shpejt. Dhe kjo e bën shumë të rëndësishme dhe për forcimin e mureve të endër të qenurimit të sallatave dhe kjo është e familjes e lagrave, po edhe sallata dhe por po themi që përdoret për sallatat ndryshme se përdoret e freskët. Dhe këtu i ka vlerë, duke e përdorur freskët, vlerat e saj ushqyese. Përbërësit e saj janë pikërisht sepse përdoret e freskët. Temperaturat më të përshtatshme në fakt që të kesh koka kompakte janë 15 deri 22 gradë Celsius. Mbi këto temperatura në humbë cilësia, dhe natyrisht shumë dhe pamja tregtare. Çfarë do të ketë parasysh fermeri pikërisht i shmang këto temperatura? Duke mbjellë pikërisht në sezonet siç përmendëm, domethënë që përkimi i formimit të kokës ta eliminojë pasin e temperaturave të larta. 22 gradë është problem sjellën kokë. Ky stres atë që na bën pikërisht. Ky domethënë si përdorim kanë ndikim shumë të madhe në lidhje me normalizimin e hipertensionit. Jo në pak raste, njerëzit kanë probleme me tension, konsumimi i freskët të saj normalizon hipertensionin dhe eliminon sotopaprimin e kokës. Është shumë e rëndësishme dhe ka përparësi pra në këtë rast krahasim me lagrat e tjera.
Patër sukses, përveç faktit që përmendë që ka mbjellje për disa duar, pra ne themi mbjellje duar. Patër sukses realisht fillimin e kësaj do të thuhet mos pari sigurimin e një danit shëndetshëm. Toga që toga ranore filore, dhe mbjellja me fidan të shëndetshëm, zbatimi i qarkullimit kryesor është shumë i rëndësishëm. Jo 3-4 vite me radhë. Nuk duhet të mbyllet pas vetes saj, pas lagave të tjera, pas kolerabit, pas gjithë familjeve të saktë. Rapim shumë të mira dhe të përshtatshme, por këta janë graminore, graminore të tjera, janë pishtajore. Kërkon le organik, po ta kesh mundësinë për fatin e keq, lutem që të ketë bakti, të mbajt zona bakti. Përveç tjerave dhe le organik, kërkon rreth 30 deri në 50 kujtar për dënym. E kërkon këtë fakti. Pastaj, gjatë vegetacionit, thash pak përpara, po rekomandohet e parë fermeri që ka filluar rozeta pra formë, është mirë që gjethet të afrohen dhe siç është fruti, është mirë që ta ndajmë në 3 pjesë duke e lidhur, dhe pak a shumë në 3 pjesë barabartë. Nëse themi që kjo shkon 25-30 cm një, da të sy duke lidhur, sepse kjo siguron më shumë kompaktësimin dhe rritjen e cilësisë së prodhimit. Është një proces që ka vlerë, natyrisht që kërkon një parqim fuqisë punëtore se do duhen, po ne jemi detyruar ta themi. Për të rritur cilësinë, është shumë i procesi domosdoshëm. Pastaj ujitjen, kjo është një kulturë që e kërkon ujitjen më shpesh. Por natyrisht pa e tepruar, as mos ta përmbysim. Do dhe s'do. Bravo. Po pse e them këtë në ndryshim nga tjera? Sepse ka të bëjë me sistemin rrënjor. Kjo ka sistem rrënjor më të cekët nga lagrat e tjera. Dhe duke qenë që është më e cekët, natyrisht e kërkon ujin më shpejt. Pra, lagëshira që është pak më thellë, kjo nuk e arrin dot. Pra, me ujitje më të shpeshta, me doza me norma të përshtatshme, pa e tejkaluar, është një nga halkat e rëndësishme për të patur rezultate. Pastaj kemi të bëjmë edhe me kontrollin e vazhdueshëm ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve. Sëmundjet më dëmtuese gjatë vegetacionit janë hernia e lakmës, janë frugu, janë fuzariozat e ndryshme. Por që unë rekomandoj vazhdimisht, sepse duke qenë kultura të cilat konsumon të freskëta, rekomandoj që preparatet kimike t'i lëmë si variantin e fundit, jo të pamundura për t'i përdorur, po të ngelen si varianti i fundit. Kush mund ta sigurojë më mirë, domethënë, siç thash, mbjellja në distancat e kërkuara, pra në rreshtat 40-60 cm larg njëra nga tjetra, 30-40 pima nga pima, duke krijuar mundësinë e aerosjes, të depërtimit të diellit. Pra, sa më shumë diell, sa më shumë aerosje, më pak sëmundje ka. Ka shumë më pak sëmundje. Dhe pastaj, nëse do lini nevojë e përdorimit, natyrisht rekomandohen preparatet me bazë bakri, për këto sëmundje kërpullore që sapo përmenda. Nga insektet dhe nga dëmtuesit më pranishme janë afidet edhe flutrat e nallës. Që thash pak më parë duket në bisedën e lirë, unë rekomandoj shumë që të përdoret Bacillus thuringiensis, Aparat biologjik. Aparat biologjik që është edhe efektiv dhe shumë i përshtatshëm. Natyrisht mund të them dot që s'përdorim dot dhe preparate të tjera, domethënë kontakti apo sistemi, por që unë rekomandoj këtë Se kemi për të marrë shumë. Në vjelje duhet kemi parasysh, faktikisht jemi para një fakti që vjelja është ka kaluar disa ditë si afat. Kjo ndikon natyrisht në uljen e cilësisë edhe pamjes tregtare. Vjelja duhet bërë në kohën e dur kur koka ka arrit kërkesat sipas parametrave të kërkuara të 550 ditë. Kjo ka varietete të cilat kanë periudhë kohore 55 deri te 50 të varietetet e hershme. Kemi varietetet e mesme që merret koka 65-75 ditë pas mbjelljes së fitanit të fushë, por dhe të vonshme, varietetet të vonshme të cilat janë vilen domethënë kokën pas 75-80 ditë pas mbjelljes së fitanit. Ka një veti që ruhet mirë për rreth 2 muaj në kushte magazinimi, në temperatura
0 gradë dhe me kushte lagështire rreth 90% për rrugët. Me njerë pas vjetës natyrisht do duhet të hiqen gjithë to gjethet e dëmtuara, krijohet mundësia që të ketë sa më shumë të heqje të mbetjeve të prishin cilësinë dhe unë them që është kulturë që ja vlen. Unë bëj thirrje për kushtet e shkëlqyre që ka Shqipëria. Bëj thirrje fermerëve që të marrin në konsiderat, ta trajtojnë, ta pjellin, nuk do shgënjehen nga Unë do të thërës, në ndohë, jam shumë i gatshëm, sinqerisht, bashkë me miqtë e mi. do të pjellin, nga më mbeti i fjellin si ta. Po, Me lërë se si e do të pjellin. ne jemi sinqerisht të pajtur kur na vjen një kërkesë për të dhënë sa do pak ndihmë ndaj fermerëve. 25 centimetrë. Po, Duke i bërë me këto probleme me të mirë që aplikoju, unë të njëse nga sepse edhe më pikë. sa po thash pra që brenda rreshtit timet mbyllen rreth Me fjallë e kam vitë në marrëveshje, do të ftoj, po të filloj, me atë,